ka veprime, por me deputet individualisht. Kjo nuk e bën besueshme një marrëveshje politike. Tani është për mua legjitime që partia parë me provu që me I bin deputetet më bo pjesë e saj të përfshi transakcione, oferta dhe joshje politike, por nuk krijon stabilitet. Do të me kuptu partia parë që pa një marrëveshje politike pavarësisht me kënd nuk ka stabilitet dhe nuk ka deblokim të situatës. Për te I dëve, ma shumë janë kontaktu, po është çështje që ata I kanë zbardh vetë, ata dhe ato I kanë zbardh vetë të takime që nuk kupton që LDK është unike, na veprojmë bashkë politikisht dhe jemi të interesuar me I dhënë oksidin politik krejt kësaj situate, që gjendja jonë, raporti jonë, statusi jonë edhe roli jonë politik është shumë I qartë. Ne jemi këtu, kemi bën një ofertë për një qeveri të kalimtare, urdhani diskutoni, nuk ka rrugë tjetër.